Granit Xhaka, kapiteni i Zvicrës, u përball me disa vërshëllima nga një pjesë e tifozëve kosovar gjatë ndeshjes Kosovë-Zvicër në Prishtinë. Momenti krijoi një atmosferë të papritur tensioni dhe u komentua gjerësisht pas ndeshjes. Lojtari me rrënjë të forta nga Kosova u shpreh i emocionuar dhe i prekur nga situata, duke e konsideruar të dhimbshme që një reagim i tillë të ndodhte pikërisht në vendin e tij të origjinës, pavarësisht se mbron ngjyrat e Zvicrës në arenën ndërkombëtare dhe ka përfaqësuar me qindra herë Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme kudo që ka luajtur. Për Xhakën, që gjithmonë ka treguar lidhje të veçanta me Kosovën, episodi ishte i vështirë për t'u përjetuar. Pas ngjarjes, Xhaka ka reaguar sërish në rrjetet sociale. Ai publikoi një fotografi të shoqëruar me këngën e Çun Mulës, Malsori, duke e shoqëruar me mbishkrimin faleminderit. Në sfond dëgjohen vargje të njohura, si Zog Shqipe në mal mi male, e kish fal Zoti këtë djalë. Ky reagim i fundit i futbollistit është interpretuar si një mesazh mirënjohjeje dhe një deklarim i lidhjes së tij të fortë emocionale me vendlindjen e prindërve. Ngjarja ka hapur diskutime të gjera në opinionin sportiv, me shumë tifozë dhe figura publike që kanë bërë thirrje për më shumë respekt dhe vlerësim ndaj lojtarëve me origjinë shqiptare që përfaqësojnë shtete të tjera. Mbrojtësi Albian Hajdari i ka dhënë përkrahje Granit Xhakës pas pritjes jo dhe aq të mirë në ndeshjen Kosovë-Zvicër. Kosova mbylli kualifikueset me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës në ndeshjen e luajtur në shiun e rrëmbyeshëm. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arritën ta mbyllin në vendin e dytë duke siguruar një vend në play-off. Megjithatë, ylli shqiptar i cili mban fanellën e Zvicrës, Granit Xhaka, nuk u prit të aq ngrohtë nga një grup i tifozëve në stadium, të cilët vendosën ta vërshëllejnë pas çdo prekje të topit. E gjithë kjo vjen pas disa deklaratave të mesfushorit të Sunderlandit kundrejt Albian Hajdarit dhe Laun Avdullahut, të cilët lanë fanellën e Zvicrës për të përfaqësuar Kosovën. Por ishte pikërisht Hajdari i cili i doli në mbrojtje pas ndeshjes duke postuar një fotografi së bashku me Xhakën dhe Avdullahun me një mbishkrim: "Ne jemi një". Kjo fotografi u shpërnda dhe nga Avdullahu, duke treguar që edhe mesfushori e përkrah dhe nuk i ka mbetur as pak hatri nga deklaratat e bëra nga Xhaka. Fotografia u rishpërnda edhe nga vetë Granit Xhaka. Kosova barazoi 1-1 në shtëpi me Zvicrën në ndeshjen e fundit të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2026. Gjatë këtij takimi u vërshëllye nga tifozët ylli shqiptar Granit Xhaka, i cili u vërshëllye në çdo prekje të topit. Pas përfundimit të ndeshjes, Xhaka tha se ishte i befasuar nga kjo situatë dhe se nuk e kishte pritur as pak. "Jam i befasuar që jam vërshëllyer. Më dëm shumë, por më duhet ta pranoj. Mundohem të koncentrohem vetëm në futboll. Për fat të keq, është pjesë e lojës edhe kjo." Gjithnjë kam pasur përkrahjen e tifozëve të Zvicrës, pavarësisht nëse kemi luajtur në shtëpi apo në udhëtim. Të gjithë që ishin këtu mund të jenë krenar, nuk është diçka që mund ta marrësh të sigurt. Jemi kualifikuar për një event të madh për herë të 8 radhazi. Ishte e rëndësishme për ne që kosovarët nuk e morën me vete euforinë. Mentalisht është ende e rrezikshme duke e ditur që nuk lejohet të pranosh 6 gola. Ishim dominant në pjesën e parë dhe deri te goli dhe natyrisht Kosova u kthye. Në përgjithësi kishim një kampanjë të mirë kualifikuese, ka deklaruar Xhaka.